domethënë sigurisht do ta tregojmë në figurë flamurin serb, që kanë e ke fjalën për flamurin që flamuri perandorak i ushtrisë bizantine, për atë? Po. Për Pastaj këtë kemi ai është flamuri perandorak i ushtrisë bizantine. Pastaj kemi flamurin tjetër, që kam dërguar. Po, ky është flamuri dinastisë Tribalda. Tani dinastia Tribalda na tregon pak për familjen Tribalda dhe një mbretëri kaq e fuqishme, domethënë dhe e pa folur dhe e pa mësuar nëpër shkollat shqiptare, me të vërtet turp i madh. Atëre, Tribalda nuk është një familje, është dinasti, është mbretëri, si mbretëria Dardane, si mbretëria Ilire, si mbretëria Molose, dhe ka të bëjë, janë shumë fise në mes. Ndërta është e fisi Muzakaj. Fisi më i madh ka qenë fisi Tribalda. Ku krijua ky tamam, pak a shumë çfarë periudhë? Atëre, studimet e para, fjalët e para për këtë na jep Herodoti në shekullin e 5 para Krishtit. Po flasim në vitin 485 edhe 425, ku identifikonte si një mbretëri jashtëzakonisht e fortë dhe e shtrirë në një hapësirë të madhe. Të kam dërguar dhe Kalan atë fotografinë e Kalas. Dhe Herodoti na identifikon këto fise, dhe Herodoti na identifikon midis lumeve Morava e Iskar, në zonën e Maqedonisë së Sotme. Midis lumeve Morava e Iskar. Po? Identifikimet e dyta janë të Tukididit, në shekullin e 5 para erës sonë, që identifikon si një mbretëri jashtëzakonisht luftarake. Ndërsa më të vonshëm kemi Strabonin, në shekullin e parë para Krishtit, që identifikon për herë të parë, këto janë dokumenta që rezultojnë të gjitha në Vatikan. Pra janë dëshmi, nuk është se nxorën nga interneti. Jo, nuk janë dokumenta interneti këto janë dëshmi të rezultuara në arkivat e Vatikanit. Okej, Straboni? Straboni është më i vonshmi, që llogaritet në shekullin e parë para erës sonë. Dhe i quan për herë të parë këtë mbretëri si fis Ariani, për nder të Aleksandrit të Madh. Pse? Për arsye se babai i Filipit ka qenë nga kjo mbretëri i Aleksandrit, ka qenë nga kjo e Tribaldëve. Dhe dihet fort mirë që nëna e Aleksandrit, lekës së madh, është Olimpia. Do me thënë që i bie gati 3/4 shqiptar. Straboni e quan një mbretëri jashtëzakonisht të fortë, shumë herë në grindje me mbretërinë Dardane dhe Ilirët. Po më shumë bënin tregti midis njëri tjetrit. Kështu na identifikon Straboni. Tani, kjo mbretëri ka pas dhe stemat e saja, dhe flamujt e saja, dhe më vonë, tani po vim shekuj më vonë, për të dalë në identifikimin e flamurit sërb. Në bazë të dokumentave që rezultojnë në arkiva, për arsye se arkivat e Vatikanit kanë në përgjithësi të gjitha dokumentat arqipeshkëvive në Ballkan dhe gati në gjithë Evropën. Dhe duke pasur parasysh që arqipeshkëvia e Ohrit ka qenë nga më të rëndësishmet në zonën e Ballkanit, se ka qenë në dominimin e kishës romane, dhe ka qenë një nga më të rëndësishmet në dominimin e kishës romane. Arqipeshkëvia e Ohrit, që pastaj kalojti me ata të Bizantit, po gjithë një në dominimin roman. Dhe më vonë, zonën e Rashkës, që i bie në Serbinë Jugore, në zonën e Rashkës që i bie në Serbinë Jugore, më 1110, nga Zupan Zadiva, një feudal ilir, jo tribal, ilir, që i përkon me zonën e Serbisë së poshtme. Do me thënë, ka lindur Stefan Nemanjas, vënlindja, Rashka. Pra, Rashka, do me thënë, i bie afërsisht
i bie në kufi me Maqedoninë. Po, më poshtë e Prizrenit, domethënë. Më poshtë e Prizrenit. Nga tribalët, Zupan Zadiva ka qenë feudal i lirë, po që bënte pjesë në zonën e tribalëve. Ka lindur Stefan Nemanja. Stefan Nemanja është pagzuar në vitin... Do të kemi parasysh se serbët e quajnë këtë Stefan Nemanjën si babai i tyre. Nuk ka, se Stefan Nemanja... Dhe në të gjithë dokumentat e internetit kështu e tregojnë, po sigurisht ne do japim atë që është dokument nga Vatikani të vërtetë. Atëre, Stefan Nemanja është pagzuar në ritin katolik. Po? Në ritin katolik dhe është pagzuar në atë të Rashkës, në fillim fare. Stefan Nemanja. Stefan Nemanja ka pasur ka qenë nga fisi tribalëve. Babajnë ka pasur i lirë, po ka qenë në zonën e tribalëve, në dinastin, në mbretërinë e tribalëve, dhe ka pasur simbolet e tyre perandorake. Ato që të kam dërguar unë, flamurin perandorak të ushtrisë bizantine, atë që ke pati. Ato të parën. Të parën. Apo? Po, ajo është flamuri perandorak i ushtrisë bizantine. Po, ajo është. Që ishte në Rashka, do më thënë aty ku... Në komplet zonën e Balkanit, ushtria bizantine. Dhe flamuri dytë që të kam dërguar është flamuri i tribalëve. Ai me kurorën. Do më thënë i bie që tribalët e kishin këtë përpara. Bravo. Tribalët kam pasur atë përpara. Sepse tribalët ishin më përparas, do më thënë, goxha më vjetër. Stefan Nemanja është pagzuar në ritin katolik. Në ritin katolik. Babaj tia ka qenë i lirë. Feudal i lirë. Arbër. Por... Këtë e thot dokumenti? Arbër. Jo slav. Dokumenti thot jo slav. Okej, kjo ka shumë rëndësi. Jo slav. Dokumenti thot jo slav. Do me thënë, mund të kenë qenë dhe tribal, por edhe tribalët kanë qenë i lirë kanë qenë. Po pra, do me thënë... Dhe flamuri... Jeti popull. Dhe flamuri që ti e pe, është flamur i tribalve. Dhe identiteti slav nuk është njohur deri në vitin 1320. Tani djali Stefan Nemanjës. Po, ai u martua me një kujdiun e pash në internet dhe bëri 3 djem. Ai ka bërë 3 djem dhe ka themeluar ritin ortodoks. Po riti ortodoks nuk ka asgjë me popujt slav. Nuk ka të bëjë me popullit slav. Për arsye se Stefan Nemanja ra në hasmëri me perandorinë e Bizantit se donte të shkëputesh. Edhe donte të bënte ritin e tij liturgjik. Po riti ortodoks nuk ka të bëjë fare me popujt slav. Se popujt slav në këtë kohë nuk figuroni fare në zonën e Maqedonisë. Në 1100-ën. Po të flas me 1100-ën. Dhe dhe fillimet e para, për shembull, themelimin e Pejës, peshkopatës së Pejës, e ka bërë Shën Vasili. Po Shën Vasili nuk rezulton slav, rezulton arbër. Patriarkanën e Pejës. Në çfarë viti kështu? Në 1253. Shikon? Pak a shumë në ato periudha. Dhe për këtë është përdorur për të shkëputur nga Bizanti, se ata doni të shkëputeshin nga Bizanti, kanë përdorur një gjuhë glaotike. Themelimi alfabetit cirilik është bërë nga Konstantin Filozofi. Okej. Të që më dërgoj. Ka qenë... Glakolitik. Po, glakolik. Atëre, themelimi i alfabetit cirilik është bërë për herë të parë nga Konstantini Filozof
i perandorisë bizantine. Dhe është bërë në themelimin që e ka marrë në zonën e Ohrit. Për të shkëputur nga Bizanti, se donin të shkëputeshin nga Bizanti. Themelimi është bërë nga Konstantini filozof në vitin 863 pas Krishtit. Themelimi i alfabetit glakolik, jo cirilik. E kush ishte ky? Konstantin filozofi ka qenë filozof në perandorin bizantine. Okej. Që donin të shkëputeshin nga perandoria bizantine. Dhe më vonë, si që doli në fillim në Manja. Do me thënë, nuk është, asgjë nuk është e vërtet që Stefan Nemanja është serbet gjitha. Dhe serbët kërkojnë identitetin e Kastriotit, për arsye se Kastrioti është nëna e tij nga Tribalda. Bravo, gjak me Aleksandrin e Madh, dhe duke u qenë se ai ka krijuar identitetin, Tribaldët kanë krijuar identitetin e flamurit serb. Se flamuri serb ka ardhur pas vitit 1500. Pikërisht, tani këtu do të lëmë neve pak, se kjo është e rëndësishme shumë. Atëre, flamuri serb ka dalë pas shumë vite më pas. Po flasim në vitet 1650-1700 që filloi të themeloj. Pikërisht. Po ai nuk është flamuri serb. Ai është flamuri perandorak. Është flamuri perandorak i ushtrisë bizantine, bashkuar me flamurin e dinastisë e mbretërisë Tribalda. Dhe kanë nxjerrë flamurin, do me thënë se serbët patjetër kërkojnë identitet, për arsye se nuk kanë identitet në flamur. Po pra, ato thjesht thonë që krijoi ky Stefan, edhe kaq. Tani po të them dhe një gjë tjetër, diçka tjetër më shumë interesante. Kjo është një zbulim i madh. Para se kur u krijua alfabeti glakolik në Ohor, e shikon pemën që hartën që të ka ndërkuar, është krijuar në Ohor në vitin 863 e 885. Po? Pastaj nga dy nxënës të Konstantin filozofit, Shën Kirili, Shën Metodi, këto të dy? Bravo. Ata kanë qenë dy vëllezër. Në vitin 885 kaloi në alfabet cirilik. Me thënë, shikon gërmat e para si e ke. Gërmat e para është alfabeti fenikas. Pra ka patur simbole. Alfabeti i parë, glakolitik, quhet është si fenikas. Është fenika, simbole, i bazuar në filozofët e Bizantit, për të bërë liturgjin kishtare. Pastaj më vonë kalojnë në cirilik. Dhe ka bërë atë rrugë nëpërmjet Bullgarisë, derisa në vitin 988 është pagëzuar me këtë liturgji kishtare pagëzimi në Kiev në vitin 988 i Vladimirit. Në Rusi apo? Në Rusi, në Kiev. Rusia nuk ka ekzistuar. Kievit, po pagëzimi Vladimirit. Pagëzimi Vladimirit dhe Rusia e ka marrë flamurin, stemën e simbolit nga serbët, pasi serbët e kanë marrë nga Tribaldët. Hajde. Kulmi. Po mirë, do me thënë, këto në kjo glakolitikja, cirilika, janë do me thënë alfabete që përdorishin në fetare. Liturgji fetare. Po e peron nga popujt arbër dhe vleh, dhe popull vleh. Se janë dhe vlehët. Më kanë dalë dhe vlehët në dokument. Kur erdhën ta vlehët? Nuk e di mos të gënjej kotë, tani në bazë të asaj që kam dëgjuar thonë që janë popujt arë në Indie. Po pra, pikërisht. Në bazë të që kam dëgjuar, tani unë
nuk të garantoj dot për arsye se nuk di gjë. Do me thëmë, identiteti, ata kërkojnë identitetin e Gjergj Kastriotit për arsye se duan, nuk është se duan Gjergj Kastriotin, duan identitetin e flamurit të tyre. Po mirë, ata nuk, domethënë nuk e kanë të qartë dhe vetë që nga mbretëria e tribalëve, Shiko të them gjë, këto që them unë, i ka thënë dhe se unë e dëgjova, ti më dërgova një mesazh për ata akademikun, po ai nuk është vetëm akademik, është dhe politikan. Po, ja ta lexojmë po duhesh, po? Është akademik dhe politikan serb nga Vojvodina. Ai e ka deklaruar që identiteti i flamurit serb, se unë e dëgjova shumë mirë atë, si duket ai do ketë hyrë në për arkiva, se ai është edhe politikan, shumë i lartë, i rangë shumë të lartë. Politikani moderuar serb nga Vojvodina, Nenad Çanak, në debat u ambylli gojën duke u thënë se flamuri serb është i kopjuar nga flamuri i fisit Tribalda, të cilët kanë jetuar në ujtësirën e Pollogut në Maqedoninë e sotme, perëndimore, ku edhe sot banojnë shqiptar në trojet e veta të lashta. Edhe, po të them këtë. Te kemi nga, nuk po themi emrin. Ky është identiteti i flamurit serb. Tani, sa fshehur që është mbajtur. Çiko të them gjë. Ose nuk duan ta tregojnë. Po si do bëjnë pa ditur origjinën e tyre, domethënë të flamurit të paktën. Afërdita. Siç të thash edhe në telefon, ishte kam thënë edhe në telefon, nuk është se populli shqiptar i kanë fshehur gjë. Po nuk i kanë thënë të vërtetën. E kanë lënë që ai të kërkojë vetë rrënjët e tij. Diku deri në vitet 1800 nuk ka asnjë gënjeshtër. Të gjithë i dinin këto gjëra pak a shumë. Gjithë shqiptarët i dinin. Atëre, në përgjithësi Afërdita, shtetet më të fuqishme të botës në Ministrinë e Jashtme kanë një zyrë akademike që ka lidhje direkt me akademinë shkencore. Për shembull, kur një ministër i jashtëm vete jashtë, para se ai të flasi, konsultohet me akademikët se çfarë duhet të thotë. Në përgjithësi, këto gjëra që i kanë ditë të gjitha janë anglezët, francezët, që kanë të gjithë të qartë, mund të jenë edhe deri diku gjermanët. Se në përgjithësi gjermanët më shumë janë marrë me gjuhën. Por është një gjë shumë e rëndësishme që shumë për gjuhën shqipe dhe për identitetin shqiptar ka punuar dhe Akademia Suedeze. Po jo për të na ardhur në ndihmë neve, për të kërkuar rënjët e tyre. Na thuaj ndaj gjë tani për këta suedezët. Për suedezët nuk e di me saktësi, por ata pretendojnë që i vinë nga një dy fise të lashta indo-iraniane, që ka të bëjnë me atë që biseduam ne me diturin vedike. Që gjua skandinavë unë e kam vërtetuar në librin tim Vizioni mistik universet dhe norvegjishe, gjithë nordikët. Ata pretendojnë dhe në kjo pretendojnë që rjedhin nga disa fise të diturisë vedike.